opozita me destruktivitetin e saj e ndërpreu një procedurë e cila në të kaluarën ka qenë një procedurë shumë formale, një votim i një vendimi, i një raportit, një komisioni i cili as pak nuk ka dashur të diskutohet, nuk është dashur të diskutohet, mirë po ata ngritën dorën ngritën dorën në fakt kundër mandatit të tyre si deputet. Pra, përmes votës së tyre kundër sot në deputet, ata e injoruan jo vetëm votën e qytetarit, jo vetëm vendimet e KQZ-s për certifikimin e rezultateve zgjedhore, por edhe e dështuan punën e këtij kuvendi pa startuar ende. Dështuan punën e kuvendit? Po e dështuan, sepse kuvendi nuk mundi të vazhdoj punët. Tani kemi hyrë në për procedurat ndërlikuara, sepse ky votimi nuk parashihet përsëritja e tij në asnjë prej rregulloreve dhe dokumenteve ligjore të kuvendit, kështu që kemi arritur në një pikë kur mund të jetë tërësisht e pamundur të vazhdohet konstituimi i këtij kuvendi. Ligji nuk parasheh bindjen e opozitës me ndjekjen e ligjit. Ligji parasheh që nëse është respektuar ligji, vazhdoj me konstituimin e kuvendit. Se cilat janë preferencat, cilat janë dëshirat, ajo është krejt tjetër gjë. Opozita e ka humbur fushatën zgjedhore, i ka humbur zgjedhjet. Dihet qartë kush është fituesi i zgjedhjeve të vitit 2025. Fituesi ka madje më shumë vota se sa numri 2 dhe numri 3 së bashku.